Shikues të nderuar, mirë se keni ardhur në emisionin Jeta në Komunë. Sot, 2 vjet pas zgjedhjeve komunale, kemi ardhur me sa i ka përmbush premtimet Refki Suma, kryetar i komunës së Hanit të Lezit. Kryetar, mirë se erdhe. Mirë se erdhe Medi. Me neve në sol janë edhe 15 asamblesë të komunës së Hanit të Lezit. Ata janë prej 4 partive, PDK, Vetëvendosje, LDK dhe AK. Si dhe, me neve kemi edhe 8 drejtorat të drejtorive përkatëse, gjithë për cilëve do të marrim pjesë në debat. Para se të shkojmë te premtimi i parë, vetëm t'ju përkujtoj që kjo komunë e ka kryetarin kandidat pavarur, kryetari Suma pra është i pavarur, edhe zyrtarisht vetëm PDK-ja këtu me 4 asamblesë është në opozit, që i bjen që me dasht kryetari ka dikun 11 vota prej kësaj asambleje. Kjo komunë është e vogël, i ka vetëm 2 milion euro buxhet dhe dikun ma pak se 10.000 banorë. Të shohim tash çka ka premtuar Refki Suma para 2 vjetëve në 2 minutashin e parë të zgjedhjeve në programin e tij. Ta ndëgjojmë. Nuk e kam ndërmend që premtoj as qindra punësime, as miliona euro si po premtojnë të tjerët. Se çka kemi punuar për 4 vite e din qytetarët e Hanit të Lezit. Ndërsa çka do të punojmë 4 vite të ardhshme, atë mund ta di vetëm Zoti. Megjithatë, ju premtojmë se do të mundohemi të vazhdojmë me menaxhimin e mirë dhe të drejtë komunës. Do të ngrisim edhe më tutje kapacitetet komunale, funksionalizimin e qendrës për shërbimin e qytetarëve, ku të gjitha shërbimet do të kryhen në një vend. Në bashkëpunim me Ministritë përkatëse, do të hapet zyra për regjistrimin e automjeteve, zyra e punësimit dhe zyra për regjistrimin e biznesit. Zoti Suma, 2 minutat e ardhshëm, po dojmë me një çka ka dhënë Zoti çto 2 vjet në Han të Lezit. Realisht unë e përmenda dhe para 2 vitesh kam thënë se çka kem punu e din gjithë, por se çka do të punojmë vite tashme di vetëm Zoti. Kështu edhe ne mundu me punu aq sa kemi pas mundësi, por gjithashtu është edhe çështja e Zotit që kemi pas një vërshim me një lagje që ka dalë projekti pa planifikuar, por megjithatë edhe atë jemi duke e realizuar. Ne mendojmë se të gjitha ata premtime që janë varë nga unë personalisht dhe ekzekutive dhe këshilltarët komunal janë realizuar, ndërsa ata premtime që nuk mbarën nga ne dhe çka janë nga nivelet qendror, tamam për shembull siç ishte zyra e punësimit, zyra qendra për regjistrimin e automjeteve, do thotë nuk mbaret nga ne, ne vazhdimisht jemi të kërkuar prej institucionet nivelet qendror që edhe ata zyre të hapen në mënyrë që qytetarët të kryejnë shërbimet sa më mirë dhe më afër. Qendra për shërbimin e qytetarëve veç është hapur, qendra për regjistrimin e bizneseve është kry, dhe lirisht mund të themi se vetëm nga momenti i regjistrimit, nga momenti i hapjes së qendre të regjistrimit bizneseve, kemi të regjistruara 54 biznese me 84 punëtorë të rinj, pa llogaritur biznese tjera që ekzistojnë. Thotë çka do që është më vartë nga ne përmend edhe një që e kemi realizuar, sidomos çështja e infrastrukturës që edhe nuk e kam përmend për shkak se e kemi ditë që do të realizohet. Lirisht mund të themi që ka përfunduar në tërësi jo vetëm infrastruktura rrugore, por edhe infrastruktura në arsim, shëndetësi dhe gjitha ato tjera që janë domosdoshme. Mirë po, a ka edhe çështje të parealizume, sigurisht se ka, do të thonë ende kemi probleme me ujë, kemi probleme me mbeturina, ende kemi probleme tjera për shkak disa specifikat që kemi për shkak se ne me plan zhvillimor planifikojmë rregullimin, tamam shembull stacionet autobusave, çerdhën
e fëmijëve në një parcel të caktuar. Faleminderit, ka që keni ko për fillim, tash për ja jap fjallën asamblejistave me më tregu se a po mendojnë që kryetari i Universitetit ka realizu premtimet. Fjallën po e kërkon dikush prej urdhani zotniu nga PDK-ja, vetëm prezentoni për publik. Urdhani. Pasurit reunioni asamblejës të Partisë Demokratike të Kosovës. Se i përket asoj që tha kryetari, zoti kam mbështetje, ne kemi edhim se non të ligjit uj kemi bëllë, zoti na ka dhonë shumë, këtë rast më vjen me repliku, mirë po na ujt pishëm nuk kemi non të ligjit. Faktikisht, ne kemi pas një investim për 460.000 euro para mandatit parë, do më thonë, kryetari ka prej shiritin, dërka shemi mandatin e dytë, që 2 vjetë kryetari, hani e lezët nuk ka ujtëpijes. Do më thonë, qytetarët e hani e lezët nuk kanë ujtëpijes. Kjo ishte sa për fillim, mande besoj që... Faleminderit, ju keni shku drejt të temën e dytë që i kemi, më rënë, po faleminderit që na e përkujtuat këtë. A ka dikush tjetër? Nëse jo, po shkojmë drejt të premtimi dytë, masi u qel kjo tema e ujit, të shohim se çka pa thani njerë kryetari, ta dim sakt çka pa të premtu, edhe të kthehemi po pse po vazhdon që ky problem. Nga viti 2009 është ndërtu një fabrik për përpunimin e ujit, që është ndërtu bashkarisht nga komuna dhe CDF-i, CD-ja Zvicrane. Mi po edhe në bazë të një marrëveshje që kemi pas me kompaninë regionale bifurkacionit Ferizajt, ajo është dashur të vidhet menaxhoj me ujin Hantelezit. Mi po kompania bifurkacioni, kompania regionale asnjëherë nuk e ka patuar vendet ta merr në menaxhim. Kjo ka imponu kuvendin e komunës që të themelon një ndërmarrje publike e cila do të merret me menaxhimin e ujit dhe mbeturinave. Edhe pas kësaj ne kemi vazhduar bisedat me kompaninë, mi po asnjëherë kompania regionale nuk është trajtuar këtë çështje. Apo ju njeh ministria këtë kompani? Ministria nuk e njeh këtë kompani, ka quajtur si ilegale. E qysh keni mja bonë se s'ja u njeh ministria? Ne jemi në bisedime me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, bile pikërisht në qershor të këtij viti, do të thotë para 3-4 muaj, kemi biseduar me Afrim Laçin, këshilltar në zyrën e kryeministit për task forcën e ujrave, ku jemi dakorduar që bashkërisht ta bëjmë një zgjedhje bashkë me kompaninë regionale. Do të mundohem të zgjedhim problemet e ujit në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, si një ndër problemet kryesore. Do të përkrahojmë vazhdimisht kategoritë e dala nga lufta UÇK-s. Pra na po e dim çu ka qenë problemi, po i dim detajet. Pse sot jemi prapë situatën e njëjtë si para 2 vjetëve, kryetar? Është e njëjta situatë, do të thotë u përmend edhe atëherë që ne kemi pas një marrëveshje me kompaninë regionale bifurkacioni që të menaxhoj me çështjen e ujit, po megjithatë nuk e ka bërë dhe na obligoi neve si komunë të themelojmë një kompani lokale për menaxhimin e ujit dhe mbeturinave, kështu që nga nivelet qendror u kualifikuam se kemi miratuar një vendim antiligjor. Kështu që në vitin 2014 ne në përputhje me vendimet dhe propozimet e qeverisë dhe Ministrisë Zhvillimit Ekonomik e kemi shfuqizuar atë vendim dhe kemi nënshkruar marrëveshje me kompaninë regionale bifurkacionit që ata ta menaxhojnë ashtu siç parashihet me ligj. Mirë po edhe përkundër nënshkrimit marrëveshjes sot asaj dite ende nuk kemi asnjë përgjigje dhe asnjë intervenim apo asnjë punë nga kompania regionale bifurkacioni. Ndërsa sa i përket çështjes së mbeturinave, ligji në vitin 2014 e ka leju themelimin e kompanive lokale për mbeturina dhe pikërisht si vetë në janar këtij vitit komuna apo kuvendi komunal ka miratuar një vendim me çka e ka inicuar procedurën për themelimin e kompanisë lokale për mbeturina. Dhe u bën 12 muaj ende nuk kemi asnjë përgjigje prej ministrisë. As për mbeturina? As për mbeturina, edhe pse ligji e lejon, mirë po duhet këshilli ndërministror të jep pëlqimin dhe për 12 muaj nuk ka marrë asnjë vendim. Ju megjithatë kryetar, na keni treguar juve në anketën që kemi dërguar që keni investuar 150.000 euro në ky pujsjellsi. Do të thonë taksat e qytetarëve qytetarëve kanë shku në ky pujsjellsi e qytetari se ka pa ujin. Po pikërisht kjo është ajo arsye që edhe pse ne kemi pengesa nga niveli qendror për këtë çështje të ujit, ne megjithatë nuk kemi ne duar krysh. Kemi dashur qytetarët ti furnizojmë me ujë dhe... Me gypa i keni furnizuar, jo me ujë? Ne kemi rregulluar gypin që ka qenë defekt nga një lagje deri te rezervari kryesor dhe ajo lagje, do të thonë lagja e re apo
gjithë qytetarët që furnizohen me ujë nga Globocica kanë ujë. E është qaj gyp që i keni shtru me ujë a pa ujë? Qaj gyp Ai gyp nuk është në funksion. Mirë po nuk pengon, do thotë nuk ka ndonjë problem pse nuk është në funksion. Se duhet të riparohet edhe rezervari. Dhe pikërisht CD-ja na kanë thonë që mos bani investime tjera për shkak se ju keni nënshkruar marrëveshje dhe ne jemi të obliguar me riparu të gjitha ato që ka nevojë e mandej bifurkacione ta merr përsipër menaxhimin e ujit. Mirë po, neve qytetarët në kallxo.com na kanë dërguar këto dy fotografi ku thonë që janë dy vende ku ka po vjen uji edhe është i pishëm, janë që te kompleksi memorial ku është burim i mirë i ujit, për dallim prej shumë shtëpive në Hantelezit ku s'ka burim, janë pikërisht i kisha thirrë këto dy fotografi që na kanë thënë qytetarët edhe kanë pyet, çysh është e mundën që gjelbrimi në komplekse memoriale po mundet me u majt mirë me ujë madje të pishëm edhe ujë që po vjen deri në qeshme, e neve në për shtëpia s'po mundet me na ardh ujë. Çysh pas ka mujt kryetari me ndreq punën për kompleks memorial po pyesin. Çështja e ujësillëse të kompleksit memorial është e rregulluar çish në vitin 2003, jo tash, dhe ka pas ujë me ramje të lirë, në të atje të Varrezat, dhe për shkak se kemi pas edhe probleme, edhe atje që nuk ka pas ujë të mjaftueshëm, vitin që shkoi kemi bërë edhe një shpim, kemi nxjerrë edhe ujë prej pusit. Po, a kanë shku gypa dhe atje ajo? Ajo është aty para ty, gypa ka vetëm 50 metre, nuk ka nevojë më tepër për shkak se pusi është atje brenda kompleksit. A s'po bën edhe shtëpiave me u ka 50 metra gypa aty? Realisht shtëpiat ata që janë kohën, sot ju nëse doni me shku me pa në atë lagje që thënë që s'kemi ujë të pis ka pas gjithmonë. Vetëm problemi është në sezonën e verës zakonisht kemi paksim të ujit. Mirë po kemi edhe keqpërdorim të ujit nga qytetarët ku do ta përmendin vetëm një fshati Globocic që nuk është në sistemin e ujit, nuk është në rrjetin tonë. Çka bën ai fshati gjatë verës? Mbi 10.000 litra për familje ka, mbi 10.000 litra në ditë ka ujë. Për një familje dhe po shkosh verës ti pyes a keni ujë, ata probleme kryesore kanë me ujë, thënë s'kemi ujë. Për shkak se nuk kemi një menaxhim institucional. E ku shkojnë mbi 10.000 litra ujë? Keqpërdoren në fakt, për ujite, për gjëra tjera. Po që se i pyet ato kanë me thonë s'kemi ujë. Vadisin bostana, çka? Gjithçka që kanë aty në shtëpi e keqpërdoren, do të thonë vadisin gjithçka që kanë. Mirë, po na inspektorat këtu në komuna dikur. Po nuk është problemi se ne përmendëm që nuk e kemi kompaninë regionale, nuk funksionon. Po inspektora keni? Edhe po të shkon inspektore. Inspektori nuk ka mundësi për me marrë masa me dënu për shkak se nuk është, do të thonë, uji që vjen atje, është në fshat. Edhe nuk i mundësi se çish e vërteton sa është e keqpërdorur apo s'është e keqpërdorur. Edhe nuk i ndonjë bazë. Na i fotografi, me fotografu. Po fotografi po, megjithatë, prapse atuj nuk mundesh me shfrytzu me marr prej atij fshati me punë fshatin ton ose me punë Hantelezit, për shkak se është vetëm për fshatin Garancë. Po, veç mundesh me inicu që me u shfrytzu më mirë, nëse e shkon dënimi, ata mundin me shfrytzu për pije. Ne kemi biseduar edhe me administratorin lokal në mënyrë që ta fusin kontroll. Mirë po, pa e legalizu, pa e marrë përsipër, kompania regionale do të ketë probleme me sigurinë të ardhmen. Sa banori ka ai fshat? Ka mbi 1.000 banor. 1.000 banor, po e ke shfrytëzojnë s'munët me kontrollu dikush 1.000 banor, s'munët me gjetë ndaj dëshmia me fotografu? Ka dëshmi, po megjithatë po them që nuk ka ndoshta bazë ligjore për me marrë ndonjë masë ndaj atyre. Për shkak se nëse ne kemi A është e mund që gati 10.000 banor mesin pa ujë, pse që ata 1.000 e ke shpërdorin? Nuk ka kur gjë. Për shkak se ai sistemi veçantë, ai është vetëm për fshatin Garancë. Ndërsa Hantelezit ka dy burime, ne kemi përmendur edhe më herët, burimi i Globocicës dhe burimi i Dimcës. Burimi i Globocicës e ka ujin e pijes, pavarësisht se qytetarët ankohen. Edhe atje kemi keqpërdorime të ujit, po megjithatë uji ka. Ndërsa pjesa tjetër e Dimcës, nga Procka e Dimcës, është që bëhet fjalë për atë fabrikën që është ndërtuar atje, edhe është jashtë sistemit. Mirë, veç ai kujtohet në 2009-ën, ju e patë të inauguru, patë dalë fotografi, patë të inauguru që kemi bën inaugurimin e pikërisht për këtë arsye ne kemi themeluar edhe kompani se kemi pasur qeveria as nuk don me vepru, as nuk do me na leju. Edhe na pat imponu neve me themelu kompani antiligjore, na detyroi. Mirë, po më vonë kur qeveria kërkoi me çdo kusht, na premtoi që na do ta marrim përsipër këtë çështje, na u pajtu me shfuqizum vendimin. Dhe përsëri u kyçëm dhe prapse s'ka kur gjë. Përveç e keni inauguru, komuna ka harxhu, sa ka harxhuar, e kujtohet?
400.000 euro i ka hargju në atë fabrikë. 430.000 stadione që kanë qenë dikun 270.000 euro prej buxhetit komunës. Prej saj komunët vogël që ka që pak banor me nëzim lidhni paret prej buxhetit edhe 400.000 euro mu hargju në fabrikë që s'funksionon sot da? Pa nuk është faji jonë. Në të është faji atyre që e pengojnë. është faji qeverisë. është faji qeverisë, se qeveria nuk lejon me menaxhu. Ne e themelum na dashtu me vepru. Po qeveria kërkoj bile dashtu me na dënu, neve pse ne kemi themelu. A bo me më kallëzu sakt kush në qeveri ju lem pa ujë. Sakt, shtu me është Ministria e Zhvillimit Ekonomik e cila është përgjegjëse për kompanitë regionale. Është Ministria e Zhvillimit Ekonomik. A kemi emën? Pa tash emri nuk e di, ministri është përgjegjës për ministri. Cili departament? Departamenti me sigurisht i ndërmarrjeve publike që është brenda ministrisë. Departament i ndërmarrjeve publike. Une nështë po du me pyet valla PDK-n se e ka qëtë ministri, a keni insistu ju prej Ministrit të Zhvillimit Ekonomik se mas e keni të partisë juj me këqyrë që puna, pse mos më lëshu kjo fabrikë. Urdhëni përfaqësuesi PDK-s. Urdhëno. Mas po dhe na nuk e dimi që kemi pat këtë problem. Emrin edhe njëherë, lutëm. Dënjani, po, u prezentu. Nuk e dim që kemi pat këtë problem, në gjithherë edhe në mbledhe, do më thonë jemi janë kupë se nuk ka ujë. Po kryesisht kanë qenë ato që jemi tash të prit bifurkacioni. Ndërka sa i përket asaj që gjatë sinëzdimit kemi ujë. Në cilin fshat ju banani zotin Dënjani që spedini? Unë jam në Telezet. Po, a keni ju ujë të në shpit juj? Na nuk kemi ujë të pijes, na kemi ujë industrial. Edhe gjithherë është ngrit kjo që është në kuvendin komunal. Mirë po tash, mas vendimit që kemi morë, që jemi bashkë me bifurkacioni, neve na ka gjithherë na ka. Edhe vetë diçka, ju si asamblesë nuk e dini që sa vjetë këtu nuk ka ujë në Han Telezet, që Ministria e Zhvillimit Ekonomik është ajo që penon. Ju nuk e keni ditë. Nuk kemi kontë në formë për këtë. Hera parë që penini këtë argument. Shumë arsyesh. Hera parë. Do më thonë se neve nuk na ka dhënë kjo argument. Se zotni kryetar se informoni asamblen. Do më thonë për mëna 2 viteve. Nuk është vërtet se sërë që është bisedu këtë në kuvend, po ndështë ta bëjmë mund të folin këshilltar se mund të folin se mund të vlerësohet shumë për mbrojt qëndrimin tem, e din këshilltar për mirë. Regullisht kur kemi bisedu. Se s'keni lidhë me këshilltarëve të PDK-s me shku me folë me ministrin e PDK-s. Nuk ka nevoj na me kërku për këshilltarit PDK-s, kur këshilltari PDK-s ka qenë në çdo mbledhje kur ne kemi bisedu çështjen e ujit. Cili këshilltar ka qenë? Pikërisht, ky ka qenë edhe tjetër krejt asamblejisat që janë prezantuar gjithmonë. A që ministria apo nanal? Gjithmonë kur kemi fol ka edhe proces verbale, ka edhe incizime që çka kemi bisedu për çështjet e ujit. Nuk është një herë. Unë besoj që për çdo besoj që për çdo muj çështja e ujit është ngritur në kuvend. Mirë, a bën me pyet nga asamblesë tjetër, a din asambleja që problemi ka qenë Ministria e Zhvillimit Ekonomik? Dikush tjetër që ka qenë aty? Na burimi i tretë. M'fal, po e kërkon fjalën, zotni prezantoni edhe cilës parti. Unë quhem Mirsat Shkreta. Mirsat, lutem na le atë mikrofon. Vazhdo. Vi nga lëvizja vetëvendosje. Se përket problematikës ujit jemi të gjithë dakord që Han Telezet gjithmonë historikisht ka pas probleme me ujin e pishëm. Bile mund të themi, siç u tha edhe më herët, që s'ka fare ujë të pishëm. A keni ditë pse? Po pse problemi është kështu, do të thënë të gjithë këshilltarët nëse kanë marrë një mandat dhe kanë lexuar ligjin për veçëverisje lokale dhe si menaxhohet, do ta kishin ditë që problemi është se këtu me menaxhon kompanitë regionale. Kush? Dhe kompanitë regionale kryesisht janë nga partitë pushtetit, që vijnë nga PDK-ja. Mirë po ka dalë se dhe LDK-n e kena në pushtet. Edhe LDK-ja. Mirë po interesi i partive politike ka qenë që me çu përfaqësuese tyre në përbordet të këtyre kompanive regionale në mënyrë që i miratu apetitet e ndryshme politike, partijake, e jo për të ngritë çështje në interes të qytetarëve, sepse kjo çështje nuk ngrit asnjëherë. PDK-ja do me piuj, edhe LDK-ja do me piuj, kanë mujt me i qu intervenca, nëse po bëj kaq ashtu mu kry puna, me i qu intervencat e partitë e tyne. I kanë qu intervencat për miratu militante tyre në përborde, po jo për ujtë pishëm. Mirë, LDK-ja është këtu, masi e thirën LDK-n që shumë mirë, po dënë vetë me folë dhe përfaqësuesja LDK-s, emni një lutem urna. Nora Gjoni nga partia LDK. Unë kisha dashur më unal këtu te sa i përket ujit pishëm. Nëse është mungesë, e dina krejt mirë, po nuk është se nuk është ndërmarrë asgjë. Duke nis pi fakti që na për shkollat urbane në qendrën e mjekësisë familjare në ordinancë, do të thonë janë siguruar do aparate për ujë pishëm. Në mirë kuptim me sharcemin. Gjithashtu kanë tentuar mi hap edhe disa puse që kanë rezultuar me aromë gazi. Kështu që sadopak fëmijëve tanë edhe në ambullon të është siguru ujë pishëm. Mirë, faleminderit.
më falë, drejtorin e shërbime publike na e kemi për LDK-s. Megjithatë, edhe kryeministrin e kena për LDK-s, kështu që me dosht me bo intervencë keni pas. Ka një lezis, jeni bashkëjetim. A e kemi drejtorin e shërbime publike këtu? Drejtora, e ki ngrit ndonjëherë që çështje nivelet nalta qeveris punën e mungesës së ujit. Faleminderit. Ai kryetari që i tha ato që i kanë ngrit, kanë shku krejt mes kryetarit, po pikrisht për ata që e tha edhe kryetari, ne kem stagnu dhe edhe nuk na i kanë ofru neve për me bo kompani. A e keni thirë, nëse vetë s'ka funksionu me kryetar, na e keni thirë, na i keni quna i telefona, ju keni na e dikujta, ju keni bo rriqen për me kry punën. Kem bo shkres edhe nuk na i kanë këthi përgjigjen absolutisht hiq. Keni bo shkres, sa shkresa i keni bo? Nja e kem bo, si jam këto nja. 2 vjet një, për uja? Po, unë ku mendu se dhe të kryet, ajo punë, po, institucionet janë qashtu negligencë. E që shkime në veç me një shkres për 2 vjet që kryet puna? Ku mendu se si cili në atë profesionin e vetë duhet ta krye punën, jo gjithmonë me i lut njerëzit për punë që duhet kryet, se paguën njerëz për atë punë. Po, dhe për që ata t'jujt LDK-s, që ata dhe ata ishin dosht me kry puna, po? Po, normal. Jo me lonë është ta zoti e zgjidh këtë problem. Po, ne jem angazhu edhe pse thënë këshilltar, Ja, angazhe me një shkres. Uj ka pas, zonja Jeta, uj ka pas, në Antelezit 24 orë ka pas uj. Unë e di që s'është i pishëm, po prap se prap qaj uj përdoret, që të ujë së përdormi ne. Po, e dini ju qëfar varfënie është në Antelezit, sa pak njerëz janë në punë, e që me këto po i thuni duhen krejt me ble uj, ujnë me ble. E taksa në ujnë e blem është shtu për dallim prej produkteve tjera, bukës e tjera që është zvoglu. Po uj nuk paguhet në Antelezit, zonja. Cili uj nuk paguhet? Qatë që e shfrytëzojmë ne nuk paguhet uj. Absolutikisht. Edhe shërbim pa pagesë nuk ka kërkon, vetëm në Antelezit. Mirë. Po shkojmë te premtimi i ardhshëm që e ka dhënë kryetari, ta ndëgjojmë premtimin e ardhshëm. Do të përkrojmë biznesin, do të vazhdojmë me ndërtimin e infrastrukturës aty ku ka mbetur, do të shtrohen me kupza betoni të gjitha rrugicat, jo vetëm në zonën urbane, por edhe të rurale. Do të vazhdohet edhe mëtutje me përkrojën e arsimit dhe shëndetësisë. Do të vazhdohet me ndërtim me terene sportive aty ku nuk ka tani. Do të vazhdojmë edhe mëtutje bashkëpunimin me të gjitha ministritë dhe donatorë tjerë ndërkombëtar në interesin e qytetarëve të Hanit e Lezit, sepse edhe motoja ime ka qenë është dhe do t'jetë, gjithnjë në shërbim të popullit. Gjithë shërbim të popullit, ke thonë, pa ujë, por për këtë premtim, për biznes, a mundësh me na thonë 2 minutat e ardhshëm, çka keni mujtë me realizu? Unë e përmend edhe merët se pas vetëm me hapjen e zyrës për registrimin e bizneseve këto, biznesi ju ka krijuar një qasje më e mirë dhe më e lehtë për të regjistruar dhe për të funksionuar. Do të vetëm për 2 vite që funksionon, do të zyra për regjistrimin e bizneset janë regjistruar, përmend edhe merët që 56 biznese të reja me 82 punëtor, dhe ajo që ka qenë në dorën e kuvendarëve dhe në dorën tonë ka qenë që ne kemi liru biznese që zakonisht bizneset e reja të mos paguajnë taksë komunale, në mënyrë që t'ja lehtësojmë punën që ato ta provojnë fatin me bizneset e tyre. Gjithashtu jemi munduar edhe përmes organizatave tjera, jo qeveritare, që të krijojmë kushte për biznese, sidomos biznese familjare, dhe kështu që ja kemi arritur edhe me formimin e organizatave qeveritare LAB, Laboratori për Aktivitete Biznesore, që kryesisht financohet nga Sharcemi, për çdo vit do të japin biznese në mënyrë që të krijohen gjenerimi i të ardhrave. Vetëm përmes kësaj organizate në Antelezit për 2 vitet e fundit kanë përfituar 36 familje, kryesisht me mesera dhe aktivitete tjera siç janë mjedrat, bletaria, lopë çmshtore dhe çështje tjera që janë dhënë. Gjithashtu kemi pasur një organizatë tjetër jo qeveritare OJC, do të thonë një organizatë qeveritare IKC, Iniciativa Kosovare për Komunitet, ku vetëm këtë vit kanë përfituar 14 familje dhe kryesisht gjeni femërore që me mjedra, do të thonë nga dhëtari mjedra që janë siguruar për këta familje. Kemi pasur edhe organizatën Caritas, do të thonë që kanë ndihmuar vazhdimisht Caritas i Luksemburgut, apo tani që është fondacioni
Kosovë, Luksemburg, gjithashtu edhe përmes kësaj organizate si vjetë kemi ndihmuar 14 familje në hapjen e bizneseve të reja, që kryesisht janë biznese familjare. Çka do të shëmvaret nga ne jemi në gjendje që t'i ofrojmë bizneseve, po në anën tjetër në bashkëpunim me bizneset kemi realizuar edhe projekte tjera që ndërlidhen ndoshta me premtime tjetër apo me. Faleminderit. Këto biznese të reja që i përmenet kryetara janë biznese që kanë ekzistuar përpara veç janë legalizuar, janë regjistruar për një për sfari? Jo, këto janë kryesisht biznese të reja që janë themeluar tani për tani. Çka ka ndodhur, i kom disa pyetje, po ja fjalën mas pari asamblesë, urdhoni spari PDK, pastaj vetëvendosje, urdhno. Prezantoni. Teta Bjar Ballazhi, këshilltari PDK-s nga Unia e Lezit, se përket bizneseve që thot kryetari, këtu e kam një shkresë kërkesë, ka bën Sami Miliçi me datën 10/2/2015, që bën kërkesë për shfrytëzimin e parcelës 1330 të ekonomisë pijore, e cila gjendet në zonën kadastrale Pustenik për të ndërtuar një objekt për fen pula. Kryesisht kjo kërkesë që ka vënë zoti. Çka ka kërkuar ky zoti Maliçi prej komunës? Po, leje për shfrytëzim e parcelës për me ndërtuar një objekt për fen pula, për me hap një biznes. Sa veta ka dashur mi punsu? 4 vetë. Do ka dashur mi punsu 4 vetë dhe kryesisht përgjigjja vjen nga kuvendi me datën 26 si arsyetim nga Drejtoria e Urbanizmit Kadastrit Mjedisi ka thënë informacione se zona kadastrale Pustenik është një hapësirë pijore malore kategorisë A që shfrytëzim dhe si mal dhe si shfrytëzim me kusht kemi zhvillimin ekonomik, zhvillimin turistik fal. Por me pat një zhvillim turistik, me shpallje zonë turistike merr vendim konventi. Duhet me pat fushë, çfarë fushë turizmi, pse nuk janë njoftuar me këto të dhëna që në fillim Samiu dhe çfarë në farë bazit në cilë lish është shpallë si zonë turistike dhe me pat kopin e planit zhvillimor. Mirë. Di që merr vendim konventit për me shpallë një zonë turistike, jo. Faleminderit. A është kryetar pse Sami Maliçi s'ja ki mundësu me i punësu 50 veta? Është e vërtetë që Sami Miliçi ka bën një kërkesë për hapjen e një biznesi të ri, ju e dini procedurat për themelimin apo hapjen e një biznesi që ekziston. Po, procedurë ke bo zyrën për regjistrim, atë biznesi. Ka bo kërkesën rënd, por kërkesat vinë në ekzekutiv, shqyrtohen dhe ekzekutivi apo drejtori për bujqësi e ka shqyrtu atë kërkesë dhe ju ka dhënë një përgjigje fillimisht e thonë që ne jemi dakord dhe jemi për hapjen e bizneseve të reja. Mirë po, në vendin ku dëshiron që të hapë biznes me planin zhvillimor komunal, ajo zonë është zonë turistike, që atë plan zhvillimor e ka miratu kuvendi komunal. Nëse deputetin fjalë nuk ka qenë. A ki bo nëjë qare tjetër që të smunësh, po që të munësh? Pikërisht prej kuvendit është kërku ditën që ka qenë prezent i është thonë, lirish kërkoj me një pjesë tjetër ku nuk ka pengesa ligjore do të merresh leje, po nuk ka bo kërkesë tjetër, nuk ka kërku, ka dorë vetëm çat vend ku ai ka specifikuar. Në atë pjesë nuk mundet kërkush me thije ligjin dhe rregulloren që vetë e ka miratu. Thonë, ki kuvend e ka miratu një rregullore, ose të me planin zhvillimor dhe duhet veprën bazë atij plani zhvillimor. Po thu që qaj rajon është turistika, po? Po, është i shpat zonë turistike me Qa keni vendim bo kuvendit. aty? Turizëm, që me shku sot me dash dikush me arq aty edhe me bo turizëm. Qa ka? Sa investim turizëm ka që aty? Tani për tani nuk ka. Megjithatë plani zhvillimor i orienton, domethënë tregon se në cilat zona mund të ndërtohet, në cilat zona është e planifikuar. Nuk do të thotë që nëse plani zhvillimor e parashet një zonë turistike, ajo të investohet për menjerë. Po nëse krijohen kushtet që të zhvillohet turizmi, atëherë di se në atë zonë është e paraphon për zhvillimin e turizmit. A ka diçka lidhje një farë peticioni që e kanë shkruar fshatarët aty? Kundër atij investimi? Po, i kemi një peticion, llogaritë që e kanë shkruar banorët lokal të atij ose familjar të parashtruesit kërkesës. Mirë, a është për shkak peticionit që se keni lejuar në diçka tjetër? Jo, në anën tjetër kemi pasën peticionin me nënshkrimet banorëve lokal. Zakonisht është kriter, është rregull kur dikush e kërkon një parcel për me shfrytëzu, e para është që duhet pyeten banorët lokal në territorin ku do të mu vendos objekti. Ta marrim shembull, nëse unë du me kërku një zonë me shfrytëzu në Prishtinë, është shumë e vërtetë që banorët e Anët e Lezit këtë më japin pëlqimin. Mirë, po duhet me marrë pëlqimin ku duhen me ndërtuar ata. Mira, ka pas aty banorë që të gjithë kanë thonë për këtë banorëve s'po i dojmë që të fabrikës aty? Po, banorët lokal ku ka dash mu vendosën objekti, do thonë janë deklaruar kundër asaj. Po dojmë me fol. Pavarësisht banorëve, duhet të respektohet se mund me dalë banorët thotë po
Po nëse plani nuk e lejon, askush nuk ka drejt me shkel çatë rregullore që e kanë miratuar. Mirë, ta ndëgjojmë, Urdhna? Po, Vazhdoni. Pse atëherë kur ka qenë si zonë turistike, pse o prit 4 muaj mi o dhonë që kjo arsye? Ka mujtë edhe më herët, në fillim. O desh me prit 4 muaj edhe komuniteti për komunitete, i thot administratorit, i kërkon administratorit të lagës me ligjë administratorit të pusirikut të morrin të pyesin ato qytetarët të asaj zone që janë para se kundër. S'ka nevojë me autorizu komuniteti për komunitete me thonë që me pyet qytetarët. A muj me ju pyet Sami Maliqi, po ju pyet juve nga mas jeni përfaqësuesi PDK-s, a është e vërtetë që është financuesi PDK-s? Financuesi, ja. Për krahas, edhe a mendoni ju që kjo është njëna për arsyeve pse po e dënon kryetari? Unë pse për shembull 3 kompani tjera AFA Energy ka bë kërkesë ju ka dhënë për mini hidrocentralin. Pikërisht, do unë po pyetna. Do të thonë janë nimu ata që nuk janë për krahas PDK. Sharcemi fratin se qish që ka dhënë partia dhe një gurthish që ka dhënë një kompani në fshatin Palenis. Nuk ka pat kur fara në shkrim peticioni për ose kundër. Do të thonë ka qenë shumë kooperues kryetari me ata që s'janë PDK. Do të thonë këtë rast shota pyetja pse. Mirë, dhe unë po të pyes pse. A është Sami Maliqi për krahas i PDK-s? Është për krahas i PDK-s. Është për krahas i PDK-s. A duhet me i dënu njerëz për shkak përcaktimit politik, zoti Suma? Qashtu për tingëllon? Nuk o tingëllon, bile kur e kemi qitë në kuvend komunal, pikërisht vetëvendosja ka qenë insistuese që ajo kërkesë të del në kuvend. Pikërisht nuk ka qenë në kërkesa prej PDK-s, po vetëvendosja ka kërku që del në kuvend, është shqirtu dhe është vepru në përputhje me rregullore që kemi. Pse këtyre të tjerëve i ki dhonë të kanë shfrytëzim e Sami Maliqi si ki dhonë? Nëse është fjala për aspektin politik, pikërisht prej një organizate që e përmena që Mjedra ka dhonë, vetë kryetari PDK-s e Degës, PDK-s është përfitues. Edhe prej atjet është përfitues. Edhe prej lobit që është plus asaj është përfitues edhe motra vetë. Ne me pas dashtën me pasën i natë politike nuk i kishmi liu që shefi i partisë, i PDK-s përfitoj, përkundërzi kishmi anulu. Po, veç ajo është një veta. Ky, dikush kishtë thonë kryetar, ky ka pas mi punsu 50 njerëz, e nështë as ke dasht që mi a dhonë shanse PDK-s gjithë e tashme me thonë këqyrë se na ju shtim punë. Jo 50, është fjallat që 5 vete përmeni edhe përfaqësuesi i PDK-s 5 punëtor ka planifiku. Mi po ne kemi thonë që ku duhet gjej vendin tjetër që nuk pengon, nuk ka asnjë pengesë. Mirë. Urdhëni vetëvendosja u përmend, urdhna po don me fol. Po, dhe me thënë sa i përket kësa iniciative, po që është e lidhur me komplet bizneset në Antelezi, ne kemi kërku, dhe me thënë si grup parlamentarë, si vetëvendosje kemi kërku që kjo të procedohet. Pastaj se si nuk kemi paragjyku vendimin e kuvendit, sepse këtu kryetari nuk merr vendim, po merr vendim kuvendi komunal. E kuvendi komunal ashtu ka marrë vendim. Çka ka marrë vendim? Kuvendi komunal ka marrë vendim që me ju refuzu kërkesa. Ju që keni votu, si po vë? Unë personalisht nuk kam qenë në asamble, më duket që kanë abstenu për shkak të specifikave si që janë paraqit në komision. Apo marrëstoni mu, qysh merr vendim asamblea për mos me përkrah biznesin? Asamblea merr vendim mbi bazën e komisionit dhe mbi bazën e planit zhvillimor. Nëse plani zhvillimor do me thënë cënohet, atëherë mirën vendime. Këto me firma tjera nuk o cënu asë një plan zhvillimor, a? Pikrisht aty dua dalë. Nuk ka lidhje, mendoj unë, e partia, sepse ne kemi kundërshtu edhe 2 licenca tjera të operatorëve, të cilët PDK-ja i ka përkra. Ato i ka përkra sepse bëhet fjalë për kompani që mendohet që udhëheqin nga PDK-ja, është hidrocentrali në fshatin Kotlin, është Procka e Kotlinës, ku PDK-ja e ka përkra dhe Asamblea ka përkra, ndërsa vetëvendosja e ka kundërshtu, sepse pikrisht lidhet edhe me atë që aty është një ujë i pishëm dhe ne kemi menduar që nuk ka, do me thonë, benefite komuna për zhvillim ekonomik, mi po vetëm cënohet ajo zonë edhe mjedisi, por edhe ujë i pishëm. Njëkohësisht kemi kundërshtuar edhe vendimin që është dhënë Sharcemit, fabrikës Sharcem, për pronën në fshatin Seqish, e cila ka qenë pronë edhe kontestueshme nga Bashkësia Islame. Njëkohësisht kemi kundërshtuar po ashtu një operator tjetër që mendohet që prapë është e lidhur me PDK-n dhe prapë PDK këtu ka votu pro, që është e lidhur pikrisht me shfrytëzimin e gurit vulkanik dhe paramendoni, në kërkesë shkruan që ne këtë gur vulkanik do ta përdorim për t'ia dhënë firmës Betelenka. Në thonë precizohet sakt për çfarë arsye
a priori, paraprakisht, dihet se si ka me funksionu gjitha ajo makineri biznesit. Aty bëhet një premtim. Një premtim bëhet për qytetarë që do t'ja rregullojmë rrugën për fshatin Bush, dhe unë kam thënë si mund t'ju të premtoni të rregulloni rrugë kur në kompania juaj ka pasuri vetëm 10.000 euro. Dhe nuk ekziston asnjë lloj marrëveshje komun me firmë që ajo mund ta bëj atë. Faleminderit, tu përmend PDK po do më fol. Urdhëni. Zëni Derniani. Bashkë Derniani, ne si kuvend këtu kemi marrë një vendim paraprak. Çdo investitor i huaj që vjen hante lezë, që jep punësim na më dhon leje, më dhon pëlqimin. Edhe nëse ju ndot ambientin. Edhe na ndot ambientin, edhe këtë, domethënë nuk ka qenë me rëndësi ajo se na e kena mbrojt parimin e punësimit. Mirë po duke mos i domethënë. A na vyn punësimin nëse shkurton jetën vetëm? Jo, nuk ka, domethënë ajo janë ato kriteret që aplikojnë. Sepse në shumicën e vendeve ku vendi nuk vendos për këtë gjëra, mirë po na si kuvend kemi marrë që ose është në interes popullatës, edhe në interes punësimit, çdo vendim për punësim të jetë jashtëzakonshëm. Edhe për shkak PDK ka do gjitha pro që kolega thotë që nuk ka si. Mirë po se për këtë rast të Sami Miliçit. Është pak një rast pak shumë specifik. Është shumë e vërtetë se popullata e Telezë e din ku është ajo pjesë. Atje është janë varros qend, enda saktë. Nuk ka të bëj as me turizëm apo. E pse çat e në zonë turistike janë varros qenda? Supozohet, po. Mirë, a supozohet a është ashtu? Supozohet edhe ka. E pse çata fshatare kanë shku peticionin që spedojnë aty kompaninë e Sami Miliçit? Pse kanë shku? Ato fshatarë që kanë shkruajtur peticionin, që nuk e dojnë ata, ato janë banorë rezident të Telezës. Ato s'kan lidhje me atë pjesë. Ato janë pushtenike. E çka po mendon pse kanë shku? Ajo është vetëm ai ka qenë luftari i UÇK-s, veteran i UÇK-s, në investitor i uj, unë mendoj që kjo është për arsye politike. Këtë rast mendoj që po thuaj që dikush e ka shti ata? Jo, kuvendi komunal është ndiku politikisht vetëm sa është PDK, edhe pse ndoshta është. Po çe po thot PDK s'ja kena dhënë, apo pse pas kanë dhënë do mjedra, i kanë dhënë do sene tjera. Po ato janë për utilizuar ka dënerë edhe shpak janë ato shumë pak dëzona që mund asë, po besoj që në këtë rast se vetëm ai rast u thyunë. Më konti shumë tillë raste tjera. Na e kena dhënë shërcimit në kapital që është ndoshta me miliona euro, edhe pak unë fal kompenzimi, ndërka që aty u kanë investim 50.000 euro, a faktikisht na si komunë jemi kanë, domethënë se edhe votimi ka qenë shumë politik. Domethënë kemi qenë 3 shtetëror për të kësaj, ne vetë vendosur se kapse nuk tjetër kanë qenë këtu. Kryesuesi po lyp me fol që sa urdhna, s'keni nevojë mikrofonin, naleni, Qamush brava, OK. Sa i përket kërkesës Sami Miliçit, ai ka ushtruar kërkesën, por këto e dinë se para se me ardhë materialin në kuvend, neve na informohet nëpërmes Komisionit Komunal dhe Komitetit për Komunitete. Komiteti për Komunitete shkon në atë zonë edhe me kryetarin e asaj zone merr mendim për çat kërkesë. Kështu se prej komunitetit kena pas nënshkrime, dikun 62 nënshkrime janë kundër dhunjes kësaj. Dhe na si kuvend nuk kapmi zona, nuk kapmi vende. A jetojnë ata aty që i kanë nënshkruar? Po, jetojnë. Ato janë banorë të asaj zone. Kështu si nënshkrimet janë prej banorëve të asaj zone. Edhe kështu si kërkuesi i kësaj parcele. E me cilën parti janë që ata që i kanë nënshkruar që ato? Për kë votojnë? Kërkuesi i kësaj parcele ka qenë edhe në kuvend se kena zakon. Kur të vinë me lip parcele, me lip, do me thonë, zona caktume, ne i thirrmi edhe në kuvend. Andaj, këtu, une i kum pas, në proces verbale, i kum pas tonë. Kërkoje me një zonë tjetër, na kemi me qenë pro. Do me thonë, e kishmi përkra. Kështu si kërkuesi nuk ka kërku vend tjetër. Po të kishte kërku, na si kuvend e kishmi dhonë. Do me thonë, tendencë politike, ati nuk ka pas. Mirë, ka dalë, unë e qëtu e kompeticionin ka shumë bravo, këta bravo të kryetari janë me ty, po më do këtë? Ka me mua, ka kundër mje, ka të ndryshme. Ka tjerë, nuk ka ndryshme. Ma shumë me ty. Më varët, ashtu, ka me dhe të PDK-s shumë. Unë po du me dalë edhe, fjallën po e kërkojnë 2 veta, po du me dalë edhe të pjesë tjera të biznesit edhe ekonomisë. Urdhëni Zoj, prezentohuni nga LDK-ja? Hyrjeti Isufi, po, nga LDK-ja, po njerit jam kryesuese Komitetit për Komunitete. Mu thirr emni se tha del komiteti për me në vend, në zonë. Nuk del komiteti, po si komitet i kem ftu të 2 administratorët e qatyne 2 vendeve. Që ata me u marrë vesh me banor, a janë për qëtë për dhanjen e... Nuk qenë kryesuese këtij komisioni? Kryesuese e këtij komisioni. Edhe? Edhe mande, ka rezultu kjo lista që e kanë prue. Me të 2 administratorët kanë folë, edhe me të me legjve,
edhe me Brave, se që ato dy lagje janë që aty, tash na nuk mujna me thirë dikon tjetër. Qka kanë ta me listë dhe Bravë? Nuk e di qka kanë, se unë se kom ditë që mujnë me dalë që shtu, mirë po merdë mua kjo më ka ardhen të nej lista, tamam qysh janë kunder, vetëm nëse shektu, vetëm 7. Urna? A ka pas në acarema, po më duket? Nuk e dia ka pas acarem, po nështë edhe ky ka qenë pak kooperus. Ju këni dalë në teren? Jo, s'kom dalë. Unë që ato i thash, nuk dalim në teren. I kom thirë administrator. Ata për që ato janë. Mirë, i ke taku administrator? I kom thirë këtu në mbledhjet të Komitetit për Komunitete, që ata me i marë krejt që ato mendime prej të dy vendeve. Edhe krejt ka shku në regull, s'ka pas probleme? Edhe merdh kjo fleta, si në fund merdh rezultat fleta, në të cilën nënshkruan 7 vetë janë konë për, këta tjertë janë konë kunder. Mirë. A i keni verifiku ju që ato në shkrime që ato sene? A i keni mi verifiku që ata që kanë nëshkru për një me, e kanë nëshkru e së është falsë. Mirë. Vetëm pak, shumë e zgjatëm për këte, kemi pyetje tjera, më falni, ka shumë njerëz që po thojnë që mes tjerash në fushën e biznesit i keni subvencionu disa kultivus të këpurdhave, edhe këto këpurdha kanë dalë të smuta. Variateti gabum pas ka dalë. Ja, e përmenda përmes labit, që është laboratori për aktivitete biznesore që po ndimon e përmenda vitin e parë shartësemit, 19, vitin e dyti ka pas 16. Dhe mesin e tjera ka pas edhe për këpurdha, mi po lloj këpurdhës per lë, nuk e di se quhet, ka dalë jo lloj këpurdhës që është në tregun kosovar. Në më thonë nuk ka dalë i pranueshëm treg. Edhe është vlerësuar që nuk ka nevojë viteve tjera tipet këtij lloji këpurdha për shkak se nuk ka shitje. Nuk ka dalje smut, po realisht tregu e jon nuk e konsumon, nuk e kërkon, nuk është i njohur për tregun tonë. Po, kryetar, ta këshë bu ma APL-ja, po thot Ministria e Administrimit Publik, që ju në hanë të lezit, nuk e keni bo, si pas raportit të në, ju nuk e keni bo analizën e ambientin biznesor, edhe e keni kriju zyrën për promovimin e investorëve pa bo analizë të ambientit biznesor. Nështë ta këshë bo që ta e këshë di qëfar këpurdha me bo. Kjo organizata që e përmenë, kjo i ban analizat edhe tokës, se kjo bashkëpunon edhe me institutin, bashkëpunon edhe me Ministrinë e Bujqësisë, dhe para prakisht i ban analizat. Cila organizatë? Që e shartësemit ta? Po, shartësemit. Po mire, pse ju duni me umshtet, me një organizat shartësemi, mirët me beton, unë nuk di që ka eksperiencë për këpurdha, për shemë. Pikërisht kjo e ka themelu një organizat që është labi për ndim komunitetit. Kjo organizat ndimon komunitet dhe punësën. Nuk ka të bajt ashtë pse rastësisht ka qëllu shartësemi është themelu se kësaj. Ta një shartësemi ka dhe vetë, ka dhe organizata tjera, ka dhe Pse ma APL-ja po thot që ju keni qenë të obligumë si komunë me bo analizë të ambientin biznesor, e se keni bo? Krejt e kanë bo për mes asaj organizate, se ajo bashkëpunon me ministrien. Ajo ka qenë e pavarur si organizatë qeveritare, ka bashkëpunu me ministrin edhe në bordin e këtij labit, është antari i Ministrisë Bujqësisë. Edhe, a ka thonë që ky bord me mjell bashkë që të rediment, cile si ka shqit juve? Ato bashkarisht e kanë marrë vendimin. Dhe për këtë arsye kanë vendosur që viteve tjera ai lloj, që ta marrë shembull për serra ka dalë suksesshme, edhe për çdo vit kërkojnë, ndërsa për këpurdha ka dalë jo suksesshme dhe viteve tjera është edhe preferenca jona që të mos hipet lloj i tillë këpurdhave. Mirë, po folim për sera, hajde t'i shohim ato sera që kanë pas sukses. Këtu këpurdhat për një mes kanë pas sukses, po janë sera tjera që na kanë qu thjesht njerëz në kallëzo, qytetarët. Hajrullah Kalisi është njëri nga përfituesit e serës, nga komuna Qep, që këtu na ka qu këtë fotografi që i kam mjell Qep. Fotografia e arshme është për serat Hajrullah Kalisit, njëni prej 19 përfituesve të subvencioneve që ka pas sukses, edhe mas si jemi te punë të mira, me i shënu janë punë që janë kryen infrastruktur, është kjo rruga me kupsa më shotin Dimc, e cila është shtru, është premtu edhe është shtru. Tjetra diçka pozitive me përmen është rruga me kupsa në fshatin Seqisht, gjithashtu është shtru. Edhe kemi rregullimin e Proskës në lagjen e re, e cila gjithashtu është shtru. Edhe masi i përmenim gjanat e mira, tash po kthehemi pak te menaxhimi i mirë
kryetar e ki përmen, po këthena te premtimi i parë që e pa të dhënë, njëna për tjerve e ki përmen menaxhimin e mirë, edhe urime, e ki luftu korupcionin, bravo, keni aktgjykim plot fuqishëm për dënim me gjobë, 300 euro që drejtori i prokurimit është gjetur fajtor për falsifikim. Urime. Unë nuk di që ka pasën shkelje, dhe pse ju e dini që na për çdo vjet kemi monitorim, kemi prej gjitha organizatave, sidomos prej auditorëve, dhe asnjëherë nuk ka gjetur ndonjë shkelje serioze, eventualisht edhe nëse ka ndonjë shkelje të vogël që është procedurale, është diçka ndoshta ketë normale ose prej mosdisë, përndryshe. Çfarë shkelje është i dënuar njëri, drejtori i prokurimit është i dënuar për falsifikim. Unë nuk di që ka pasën, po si do që t'jetë, nëse a dënu, do më thonë nëse ka vepru diçka dhe është dënu, ajo është çështje drejtësisë, nuk është çështje e jonë. Veçysh s'po dini që udhëheqësit e prokurimit po ju dënuan për falsifikim? Nuk ka pas falsifikim, di që ka qenë procedurë, megjithatë. Jo, gjykata ka vendos, jeni ju asune me vendos. Për këtë punë, ata kanë thonë gjykata që është falsifikim. Çdo vendim falsifikim. që e ka marrë gjykata është i pranueshëm, prandaj se fundit janë drejtat e ankesës. Edhe me siguri, masi është çdo vendim i pranueshëm, ju se është e keni shkarkua, po, këtë person, e keni shkarku për shkak se e respektoni ligjin. Jo, nuk është i shkarku. Pse? Personi i prokurimit, Pse? po nuk është i shkarku për shkak se nuk ka pasën shkelje në masë për përjashtim. Dënim me gjobë, është dënim me gjobë 300 euro që drejtori i prokurimit është fajtor për falsifikim, po thot vendimi. Edhe procedurat, ju e dini që procedura penale njeri duhet më shkarku nëse dënohet me dënim të formës prej më tepër se 6 muaj. Përndryshe nuk jep ndonjë procedurë që ndonjë gjykatë që duhet dënohet Jo mendova dikush. që për çështje etike ja vlen është ta. Mundet mendohet edhe në komunikacion më dënu me 500.000 euro dhe 10.000 euro, po nuk do të thotë që duhet të largohet njerin prej punës. Po veç jemi të fortë për vepër penale, jo kundërvajtje. Edhe ato vepër penale që ka të bëjë me prokurim, në kohën që ka qenë prokurim. Nuk besoj që mund me pas vepër penale me dënim 300 euro, se veprat penale janë ose shumë të mëdha ose dënime me burg. Mirë, veç çka e keni që drejtori të prokurimit, a keni diçka? Kjo është zyrtari i prokurimit që në momentin kur unë e ku marrë dhe ku më gjetë në kjo ndërpunëtorët e parë që është pranuar konkur PDK-ja ka qenë pushtet. Mirë, veç çka bashkë e keni? Ne poshtë. Nipi jeni. Po. Doja për nip. Ja, po nuk është ajo, pavarësisht atë doja për nip, mirë po na nuk mund me zaventu, sa me dashur me zaventu, nuk kemi person certifikuar në zyrën e prokurimit. Mirë, hajde po e vesim asamblen. A është dashta jo me shkarku njerin që është dënu me gjobë drejtorin e prokurimit për falsifikim? Kush o për? Kush o për me shkarku? Kush o... 5-6. Kush o kunder? Kunder i kemi 4,5 a 5. 5. Mirë, interesant. Pse po menoni që duhet me shkarku? Kisha mja dhonë fjallën edhe disave këtu në fillim që s'kan folë. Urnoni, Zoja, nga PDK? Po, Valbona Krasniqi. Unë e di që... Valbona Krasniqi, urna, edhe njerë nga PDK-ja. Po. I di që akuzume Gjevdet Bushi është, do më thonë, nipi kryetorit, edhe di që është akuzu për falsifikim të nënshkrimit të enversumës, po. Do më thonë ka nënshkru dokument pa lejen e enversumës. Atëherë edhe unë kisha dosht me dit a kene marrë jo mosa për këtë shkelit ligjit, edhe qysh menoni është e drejtë edhe sa është në interes të komunës edhe neve si qytetarë me pas një shef prokurimit që është i dënuar. Ju po më intereson, mirë, si PDK, si grup, apo si asambliste, a keni ngrit në herë këtu, këtë qoshtje? A o përmen në herë? E keni një që në herë o përmen këtë drejtori prokurimit? Mirë që PDK-ja tjetër po dënë me së qaru. Urnani, zëtni Dënjani, 30 sekunda. Vendim unë se di e është shkon mandatën e kalu. Do më thonë, na nuk di. Mirë po na, jo kishmi kërku, po kemi kërku që... Qëtë mandator, 2014, po urna? Do më thonë që jo me qitë për punës ata, se është me vërtet se ka qenë kodri PDK-s. Ne e kemi punësu. Mirë po me... Kodri PDK-s po bën falsifikima? Jo, ka qenë, do më thonë kërë punësupe ka qenë PDK. Do më thonë PDK-ja ku kom pështet. Mirë po... E tash në cilin partiju që tashaj? Nuk e di mas na, e për dekretari. Ja, e di. Me kretari, normal. Kretari në pavari. është puna që ai ka mujt mu transferu prej një vend punë në vend punë, se nuk jemi asnjë për me çip prej punë, mirë po si shefi i prokurimit nuk ban për shkaqe etike.
Doja për një s'ka. Urna, vetëvendosja mas nej edhe zotniju nga AK. Urna. Unë, se për këtë rast fjalë, unë edhe votova për, sepse mendoj që për çështje parimore, për çështje etike, ndoshta do duhet mirën masa. Mirë, po pse nuk ne si vetëvendosje kemi ngrit disa herë çështjet e prokurimit, kemi kërkuar edhe raporte, ndërsa nga pala tjetër nuk është kërkuar asnjëherë raporte, sepse nuk është çështje parimore. Domethënë, në momentin që mund të jetë një partie politike, domethënë ndryshojnë çastet sapo u tha edhe vet. Ndërsa në momentin tjetër, pastaj në varësi nga çndrimet politike kërkohet apo nuk kërkohet raport. Mirë, Sad, masi po folim për çështje parimore, kur jemi që të është për çështje parimore me dhënë ndërheqje dhe ju, masi se keni deklaru pasurin? Te OKK-ja ka thonë keni dënim edhe ju e keni dënim në dokët për mos deklarim pasurisë. Është shumë e vërtet. Ne jemi një grup asambleistësh nga ani e Lezit, të cilët jemi thirrë për vonesë në deklarim, jo për mos deklarim. Ne kemi pas një praktik ku gjithë asambleistat, këtu janë të gjithë, është edhe kryetari, kemi pas një praktik që kemi mbledh gjitha dosjet dhe i kemi dërzu në Agjencionin Antikorrupsion. Qysh ma shumë se a veç ju jeni dënua dhe tjerë, se ju jeni dënu me akt vendim që të fuqishëm? Ne jemi 6 apo 7 të cilët jemi vonu në dorëzimin e dokumenteve dhe i kemi deklaru dikun një 2-3 muaj mrapa. Do me thonë, jeni sa veta jeni që jeni dënu për qëti për saj asambleje? Nuk e di sakt, jo ka qenë në mandatin e para këtij mandatit. A është konflikt interesi që jeni edhe asamblejës e drejtorit që KMF-s, masi jemi të ftyra? Keni qenë në qatë kohë? Unë jam përzgjedhur drejtorit që KMF-s dhe kam kërku interpretim nga Ministria e Pushtetit dhe Administrimit Lokal dhe në momentin që është konstatuar kam dhënë ndërheqje nga drejtorit që KMF-s. Mirë, urdhani dashtet me folë zotnia në fillim. Urdhna, nga AK-ja. Nga këja, unë kësfarje falenderoj kolegën sa jo që 3-4 mbledh dhe vetëm qka është këtu ne edhe e përgëzoj për fjalimin se era parë që pe merë fjalimin edhe shifët që i ka sugjeru dikush asaj pikrisht pjantarëve të PDK-s, po vrehet që e ka sugjeru aty, po të rasti i shefit prokurimit më vjen keq, kështu se ai kur ka qenë, kur o fillu kjo procedurë, do me thonë ka qenë mandati i fundit, ose fillimi kur e ka morën kryetari, do me thonë atëherë kur, do me thonë shefat ose drejtorat e PDK-s kanë qenë veç në largim, edhe do në thotë, Po veç ta dish, vendimi gjykatës është janar 2014, në këtë mandat. Se e dim na procedurat se që shkojnë në gjykatë, jenë aty i pa, ndërshta edhe 3 vjetë e 5 vjetë vënën, për rasti i tina ka qenë pikrisht kur o ban që ajo shkeli që me ndën, do me thonën, ka qenën pa ardhis së kryetarit të Rëfkisumal, do me thonë sekretar komunal. Gjatë PDK-s jetë të? Po, gjatë PDK-s, ka qenë kryesisht, ka qenë në kjo rast, edhe unë mendoj është rasti në gjykatë, a gjykata e ka vendosën ashtu, po kryesisht jeta është montim politik. Montim politik. Qështu bre po thojnë krejt, e na qytetarë qka me menu? Gjithë kur që pëdënohet, ko ka montim politik, e me majtën punë. Këtu është edhe njerëzit që ka qenë në seanca, këtu nuk kemi në seancë... E kur që ka montu? PDK-ja vetë që ka punësuja ka montua? Po. A qashtu e të thona? Ato e kanë montu për pikrisht, kur i ka morë votat, edhe e kanë ditë ato si aj është nip i krietarit, edhe kanë dashën t'ja montojnë. Pikrisht këtë problem. Nuk është veç kjo, urnënizoj, po do një me folë nga LDK-ja, 30 sekonda, po du me shku dhe të disa qashti tjera. Urna. Ne votova prosh, jo shkarkim për ndrim dhe një punës, me një fjallë na u kish shafit kryt tonëve, edhe kryetari ish liru, mos i kish pas që të vrejtje, po edhe na ishmi konë marra hatu edhe gjdoher kur e kishmi marrë dokumentin prej prokurimit, ishmi konë matë sigur. Nështë ma shumë ishim bo gabim, menoj dalaveri me thonë, po e kishmi pas pak ma shënësh shpirtin. Nuk është nëse është, a është montim politik edhe vendimi i gjykatës që ka vendosë, që ka bo shkelje, është bo shkelje, kur Kosovari Reqi, mësusën shkollën fillori Ilas, tha që ka him pun pa konkurs. Edhe këto gjykata ka vendosë, kryetar. Jo, nuk është e vërtet dhe asë një punëtor deri sot pa konkurs nuk është pranë në punë. Po kryetar ka vendosë gjykata, mëre? S'po foli për raste që po thojmë, jënë veç pytje qume në kalza, apo dyshime. Jënë vendime gjykatës për t'i qesë? Unë po thëmë që asë një punëtor nuk është pranu pa konkurs. Kemi pas raste ku je dini që në para shtatorit del konkursi, zakonisht bëhet muaj në gusht,
del konkursi dhe bëhet pranimi i kuadrit për fillimin e vitit shkollor që është shtatori. Dhe në shtator fillon po kemi këse raste ku sidomos te gjinia femrore, në momentin kur fillon viti miner kalon pushimet Leonis dhe shkolla mbetet pa arsimtar. Nëse raste drejtori ka pyetur nivelin qendror të ministrisë, a duhet shpallmi konkurs të presmi edhe 2 javë, 3 javë, apo si duhet veprojmë? Ata i kanë rekomanduar që të merret kandidati që nuk është pranu. Do thotë që ka qenë shumë afër në pranim në konkurs të mëparshëm. A i sigur që inspektorati s'ka thonë që dush me qelë konkurs? Inspektorati i Ferizati ka thonë që nuk keni nevojë me qelën konkurs për shkak se nuk ka hapësirë kohore, po lirisht mund ta merrni personin i cili ka pajina më shumë në ranglisën që kur janë pranuar punëtorë. E tash, gjykata ka vendosur ndryshe, çka dëni me bëju? A pe thërni çat inspektor që ju ka thonë që në rregull është? Realisht inspektori duhet me dhënë përgjegjësi nëse ka thonë po. Okej, drejtori i arsimit po do me fol urdhëni zotni prezantohuni, më falni, s'ju di emrin. Veç e di që jeni drejtori i arsimit, urdhëna. Faleminderit, jam Irfan Çajoni, drejtori i arsimit, domethënë në rastin në fjalë, domethënë në fillim në korrekt, hapet konkursi rregullt, sporti drejtori i arsimit po i tërgët disa procedura deri me orë deri tek rastin në fjalë. Bën sistemimin e kuadrit profesional, pas sistemimit bën përgatitjen e konkursit që vijnë kërkesat nga shkolla, nga drejtorët e shkollave, pastaj bëhet hapja e konkursit. Në konkurs kur ka qenë hapur, domethënë pikërisht zotëria në fjalë Safet Bushi ka apliku aty ku ka qenë vendi i lirë në fshatin Seçisht, paralelja Seçisht, dhe është punësu, pikërisht kam edhe konkursin këtu të hapur, edhe pranimi i kuadrit, në momentin kur ka fillu me 1 shtator, ka fillu konkursi, është bë 2 kërkesa nga mësimdhënësit në shkollën fillore Lastaqi, që është, s'pe përmeni emrin se janë dokumentet, që janë pranuar në komunën e Kaçanikut, mësimdhënëse grupit klasor, dhe në një mësimdhënësi historisë që është pranuar drejtor në fshatin Stagov. Dhe në momentin, domethënë data e 2/2 pasi ka filluar procesi arsimor, unë me këtë shpejtësi e kam shku në zyrën regionale që e kam edhe proces verbalin nga zyrë regionale, edhe këtu e kam pitë për rastin si do të vepru, a më e dobishme të zaventsohet me konkurs, apo 8% nga lista e rezervë që janë adekuat të bëj punësimin. Dhe në dobi të nxënëse vetëm moment se lënda nuk është në gjyq, ka shku në seancën e parë, domethënë pala ka shku 8% në gjyq, edhe është interpretuar, kemi vazhduar në shkallën e dytë që unë jeni shkallën e dytë, po unë e kom po. Gjitha dokumentat në fjalë. Njëni për këtyre dokumentave unë e kom po. Kryetar, në ankesë ju e keni shkru që ju e keni punësu zonjën Kosovare për shkak se s'keni dashur me hub kohë me konkurse edhe nxënësat me hub mësim. Në këtë rast, aktivisht, do me thonë, keni vendos me një farë mënyrë me shkel ligjin për hir të nxënësave me pas dikend, por në rastin e Samisas, më kishte edhe aty me shkel ligjin me ndru vendimin për turizëm veç për me marrë një investitora? Te rasti Samis ka qenë në procedurë që mundet me prit, ndërsa nxënësat mësimi nuk mundet me prit. Po, muj me prit njerëz për punë. Nuk mundet më ndërprej mësimi për shkak një arsimtari. Për fund, po vazhdoj une me disa dhëna tjera që i kemi marrë prej Kallxo.comit, thjesht premtime që i ka dhënë kryetarin, është ajo në emision tonin, po që në këtë vend, ka quni qytetar ka thonë që tu e ka premtu terenin sportiv, kryetari e sot teren sportiv, stadium ka pas, e sot stadium nuk ka. Po shohim që tu ka qenë stadium, është lavru, sot nuk ka stadium. Pse? Kjo është një projekt i Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor për largimin e mbetjeve të azbestit përgjatë lumit Lepenc. Pse se keni kthy gjendjen e mëparshme? Ajo kompani ka shkuar dhe e ka prish stadionin, bile e ka marrë edhe zhavorin, ja ka ikë dheun edhe e ka ndërprej punën më arsetim se ka përfunduar puna ati që ka qenë. Që një vjet e tepër vazhdimisht kam pas kontakte edhe me ministrin, edhe me departamentin që e ka autorizu këtë kompani me punu, dhe sot asaj dite jo vetëm stadionin, po edhe lumin edhe azbesin, vetëm e ka qitë në sipërfaqe, vetëm që na ka rreziku edhe ma shumë, në fakt nuk ka vepru asgjë tjetër. Do thotë, është kompani e cila ka marrë tender nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, kemi bërë reagime disa herë, edhe për fushën, kemi bërë reagime edhe për Lepensin, po nuk ka kur gjë për atyne.
Mirë, ti shojmë edhe fotografi, dy gjana tjera që kemi premtu është parkingjet, prap qytetarët kanë dërgu këto dy foto i kemi prej parkingjeve, sot nuk ka parkingje në Han Telezit, edhe pse është prej qyteteve më të mëdha që është e pamundur me bo parkingje, mirë, po këto dy fotografi janë prej trotuareve përballë komunës të cilat janë zonona. Pse si ke përmbush premtimin e parkingjeve, kryetar? Parking ka jo për një automjet, për dy, por ka për qindra automjete. Në Antelezit, pikërisht ku jemi këtë objekt, për mbrapa objektit. Po, në bërtë komunës ka parking? Parking është parking për qytetarë, nuk është për komunë, edhe qytetarët e dinë shumë mirë, ka edhe përballë komunës. Ka parking ku e shfrytëzojnë qytetarët. E pse këto vetura po parkohen atje jo në parking? është veprimi qytetarë që ka parku automjet në atjaj duhet gjobitet për ata. Se qytetari se cili e di që nuk ka det me parku automjetin. A e gjobit këtu në e kush? Po, ka rase që gjobiten, mirë po në qështje e policisë, nuk është qështje e jonë. As po shoshaja, qështje ju është me vedisu qytetari? Qytetarit dëshiron që kur të nalet para shtetores ta ketë parkingo. Ne nuk mujmë mi kryu se cilës shtetore parking. Për ndryshe, në Antelezit parkingje ka të mjaftushme, po me siguri për shkak se parkingjet janë pa pagesë, nuk e vlerësojnë që është parking. Po shkojmë të dy fotot e fundit që i kemi për shkak kemi kohë, po du me folë për mbeturinat, fotot që na kanë dërgu prapën Kallëzo, qytetarët e fshatit Dimc, këto janë deponit nga fshati Dimc, për këte po du më ju pytë si dhe egzistojnë edhe deponit e azbesit Lepens, të shojmë edhe këto dy fotografi nga fshati Lepens, këto janë mbeturinat që mbesin të azbesit në lumin të azbestit, të lumi Lepens. Kryetar, pse duhen qytetarët të juj edhe në këtë mandat me i pa këto deponi? Unë e përmejna të lumi Lepens ishte pikrisht taj që ka ishmi të folë pak merët, që është projekt i ministrisë dhe punëkryse nuk i ka kry punë si pas kontratës, për këtë arsye ne kemi bën ankesat vazhdueshme në ministri. Do të thotë, projekti është marrë nejmët eliminimit të azbesit për gjatë lumit Lepens, për kundrazi, jo vetëm që i ka ikë, vetëm i ka qitë në sipërfaqe. Këtu kemi vërejtje vazhdimisht, mirë po nuk është ndërmarrë. Cila ministri në pyetje këto? Ministria e Mjedisë dhe Planifikimit Hapësinor, për shkak se ata e kanë shpallë tenderin dhe ata e kanë përgjithë kompaninë. Dhe kompania që 2 vite, edhe pse është projekt më tepër se 1 milion euro, më shumë kemi Për cilën kompani o fjala? Është një kompani, tani ndoshta drejtori CSR, CSG nga Prizreni, SRB, se mësë nga Prizreni. Edhe? A keni këshyrë pse kjo kompani direkt me komunikim? Kemi bisedu drejt prezident edhe me kompaninë, është një pranar nga Prizreni, ato vazhdimisht të do ta krymë, s'ne ka do Ministria Paret, po nuk është e vërtejt se Ministria ka pagu pjesën që është dashme pagu. Ty asamblejista dojmë folë ka 30 sekonda para se shkojmë të gruaja kryetarit. Urdhëni, zoja ma si s'ka folë hiq, urdhënë nga PDK-ja. Shëndetja Marmona Kaloshi, asamblejiste në kuadër të Partisë Demokratike. Më herët u prononcu fotografia e fushës sportit. Si kryetarit kisha pas qef me bë pyetje çdo vjet, domethënë dahet një buxhet për javën kulturore. Edhe aktivitetit, kam pyetje më kryetarin në qofse kultura do të duhej të fillonte dhe do të mbaronte vetëm në atë periudhë kohore, si do t'ja falte tri të Hanit Telezit që nuk kanë mundësi të mirën ma asgjë tjetër. Në kohën e më pashme ka qenë aktiv futbolli, kanë qenë aktive sporti i karates, ka pas grupe letërare, ndërsa tani tri të Hanit Telezit kanë mundësi vetëm të shëtitën rrugës. Cila është politika juaj në këtë rast? Urdhën kryetar? Po të çështje sportit e kemë përmendur disherë, do të thonë Hanit Telezit ka funksionu klubi futbollistik Sharrët, që ka qenë më herët, një herë që e suspendu në atë kohë, për shkaqe të ndryshme, ndërsa tani ne kemi bisedu vazhdimisht me sportistë që të aktivizohet apo të riaktivizohet ai klub, mirë po tani për tani edhe për kundër vullnetit që ata dëshirojnë të riaktivizojnë. Sa mjete i keni nda për sport edhe kulturë, krejt? Sport sa, kulturë sa? Ne i kemi premtu se sa do që ka nevoj klubi për të egzistu, ne do t'i paguj, megjithatë e ende nuk është formu tani për shkak mungesës fushës. Mirë, ka mujt në një klub tjetër, sa i keni ndajë? E kemi klubin e mundjes që vazhdimisht ne përkrahemi me mjete financiare. Mirë, sa pare a keni dhënë klubit mundjes në këtë mandat? Klubi mundjes vetëm dje ju ka ndarë 2.000 euro, vetëm dje. Ser që ka pas nevoj kemi ndarë mjete. Shto dje
është që 2 vjet, 2 mjera. Jo, nuk bëhet fjalë. So? Tash unë përmesh nuk mund me di për sa ka pas nevojë klubi i Mundjes, por bile lirisht mund t'ju them që klubi i Mundjes këtë Kulturë, vit sa pare keni dhënë 2 vjet mandati që këtë vit klubi i Mundjes Sharrë shpall ekipi më i mirë nivel Kosovës pikërisht për shkak të mbështetjes dhe profesionalizmit që kanë sportistë. E për kulturë si ishte pyetja? Për kulturë kemi dhënë sa herë që ka pas nevojë. E sa herë ka pas nevojë? Kemi dhënë disa herë ka 2.000 euro, 1.000 euro, 3.000 euro. Sa herë që ka pas nevojë, shoqëria kulturore artistike. Kemi edhe kodin e skenës që gjithashtu edhe aty na kanë kërkuar mjete dhe i kemi financuar me atë sa ka pas nevojë. Urdhoni për diçka s'po pajtoni, urdhoni, keni fjalën? Kryetara, do duhej t'jepej mjete veç atëherë kur kërkohet, a nuk duhet ta keni një plan strategjik që jo vetëm në javën kulturore ketë kulturë në Hantelezit, po gjatë 365 ditëve të vitit. Domethënë t'jetë një plan qështu. Mendoj që nuk është në rregull. Ne plan kemi, ju e dini që edhe përmes komunës kemi buxhet që ndajmë për kulturë dhe sport, po në anën tjetër e kemi edhe bordin e përbashkë, komunë, shartsem dhe komunitet, që jep nga 15.000 euro dhe për atyre 15.000 euro parashien gjysë e mjetet shkojnë për sport dhe kulturë. Okej, edhe vetëvendosja, kemi intervenimin e fundit, një intervenim kemi urnazët një pasi s'keni po. A kif shkrejta levizja vetëvendosja, do të disha ndërlidhur të parkingjet, do të thotë shumë e vërtet, do të thotë që Hanje Lezi do të thotë nuk ka një sipërfaqe, do të thotë që të planifikojë edhe për parkingjet, ndoshta për qytetar, por do të kisha ndërlidhur do të thotë këtë me një pyetje për kryetarin rreth pronës së Kosova Petrolit. Do të thotë kemi një pronë në qendër të Honit të Lezit e cila do të thotë ka mbet do të thotë asandej askandej. Do të isha ndërlidhur do të thotë dhe ajo pronë të rikthehet komunës dhe ta shfrytëzojnë qytetarët. Ndërsa sa i përket Honja e Lezit do të thotë llogaritet një komunë do të thotë me një ndotje të lartë dhe do të kisha pyetur pasi që u lidh me projektin e largimin e mbetjeve të azbestit, një projekt do të thotë që në një farë mënyrë ndoshta është edhe i dështuar, do të thotë sa ka pas monitorim dhe qasje komuna në këtë projekt dhe sa në bazë të raportit të institutit do të thotë që është një aparat që do të thotë ndotje në Hantelezit, do të thotë ato raportet sa kanë ardhur, sa është ndotja në komunën Hantelezit, se kjo është problem shqetësues për banorët e Hantelezit dhe sa janë të njoftuar qytetarët për nivelin e ndotjes në Hantelezit. A bënu në juve me pyet prej kajt është mbetja e azbestit për njerëz që se din, prej cilit vend ka ardhur? Azbestit do të thotë është nga mbetja se këtu në Hantelezit dikur përpara do të thotë ka qenë në fabrika e azbestit, e cila ka bë prodhimin do të thotë Sallonitit që quajt, dhe ajo pas luftës do të thotë është mbyll dhe është vlerësuar do të thotë si material kancerogjen. Kancerogjen. Edhe është e vërtet si asamblesë po të pyes, që a thonë që ndotja është edhe për shkak fabrikave që jeni këtu, edhe për shkak se njerëz ju shtinën punë këto fabrika, shumica e qytetarëve duke llogaritur asamblesas shujnë. Po jeta do të thotë sa e përket kësaj do të thotë neve na vinë do të thotë raportet e institutit, po më duket janë të pakuptueshme, personalisht po flas paku për mua do të thotë se nuk jam do të thotë i profesionit të asaj lëmie dhe pse kam bërë përpjekje do të thotë konsultohem do të thotë se sa është niveli i ndotjes në Hantelezit, sa është niveli do të thotë i ndotjes nga aparati që është i vendosur do të thotë në shkollën fillore. Nuk keni informata, do të thotë dhe është po më duket i paqartë do të thotë ajo do të thotë. Mu më intereson do të thotë edhe duhet jo vetëm mu, për dhe qytetarë do të ta dinë se sa është niveli i ndotjes në Hantelezit. Ta ndëgjojmë përgjigjen për ndotjen edhe për Kosova Petrolin, pronën e Sa i tyre. përket Kosova Petrolit, është e vërtet që pronat ishë armatës jugoslave që janë gatit vetëm prona në zonë urbane dhe që me planin zhvillimor parashit ndërtimi edhe i qerdhës fëmijëve, edhe stacioni autobusa dhe shumë çështje tjera që Hantelezit mungojnë. A keni pyet dhe janë 17 hektar tokë që janë atje, është në kontest gjyqësor, ne kemi bërë ankesë për shkak se kemi informata se gjykatat e tona e kanë dhënë një kompanie, një pronari sëp që para lufte e ka shfrytzuar ato prona dhe pikërisht për këtë arsye ne kemi bërë ankesë dhe jemi në procedurë gjyqësore për shkak se nuk pajtohemi që ato prona të armatës jugoslave ti kalojnë ndonjë serb, ndonjë qytetari që në mënyrë të padrejtë në kohën e ishë Jugosllavisë ka mund të përfitojë me vendimet e gjykatave okupuese. Sa i përket ndotjes ambientit është e vërtetë kjo ndërlidhet edhe me pikat e mëshme që i biseduam. Është e vërtetë që është edhe stacioni për monitorimin e ajrit që është vendosur në oborrin e shkollës fillore Ilas Thaçi në Hantelezit.
edhe pse ne që në fillim kemi dhënë vërejtjet tona se aja para të është vendosë, largë dhe ka pas nevojë që të vendoset dikon më afër fabrikës, për shkak se fabrika është ndodhur si më i madh i ka qenë. Mirë, po këtë aparat Sot kush është ndodhur si më i madh? Sot. Edhe sot është ndodhur si më i madh çimentore, edhe pse ka bërë përmirësime të dukshme në raport me erat e përpashme. Do të thonë nuk është ai ndotje që është bë. Ku po i theni ju që nuk është? Po për shkak se përpara ndotja është bërë përmes Oxhakut që ajo është vërejt edhe me sy. Dhe nuk e pas mundësi që as rroba diçka të A është e vërtet njerëz që shuin veç pse ishin puna jo? Po ka dhe se raste. Tash nëse shkon një pyet punëtor që punon atje, mi thonë edhe bajnë ndonjë protestë e mbyllni fabrikën, me siguri se 90% e punëtorëve kanë me thonë jo, nuk kena nevojë me. Mirë, po du me shku të tema e fundit para se me dalë të... Me thonë që stacionit që punon, do të thonë monitorohet nga nivelit qendror, na i marrni dhonat. Mi po nuk dimi ne vetëm i deshifrua ata, për atë arsye kemi problem me i tregu qytetarët se sa është ai përqindja e ndotjes ambientit. A i keni, do më thonë, keni stacion që i mon Po është stacioni menaxhohet për nivelit qendror të Ministrisë Mjedisit. Edhe sa herë i keni thonë Ministrisë Mjedisit po dojmë me sqarus çfarë ndodhi? Inspektoria e ambientit vazhdimisht është në kontakt me ministrinë, edhe kur ka ndotje jashtë temase, do të thonë zakonisht i fotografon, edhe lajmëron ministrinë, mirë po është kompetencë ministrisë që ajo të merr masa për ndonjë gjobitje nëse ka nevojë. Mirë, para se shkojmë te transmetimi i filmit për gruan e juaj, diçka që intereson grave. Nuk e keni përmbush premtimin e qerdhës publike, pa të dhëna, ju kujtohet? E kam video, po me siguri ju kujtohet. Po kishte për qerdhën e filmit që e përmenda që në planin e zhvillimor është e parapavur në objektet ish armatës jugoslave, thjesht mungon vetëm prona. Përndryshe nuk është ndonjë problem për 100.000 euro ose 200.000 euro për shkak se tani kemi realizuar shumicën e projekteve në infrastrukturë dhe kemi mundësi ta realizojmë. Po pse s'po bëni dikun tjetër zgjidhje? Po ne kemi pritur që mos po vendoset me gjykatë diçka, vendos me aty ku ka qenë planifikuar. Por nëse e shohim që nuk ka kurrë prej gjykatës, atëherë do të jemi detyruar që ta vendos me dikun tjetër. Kur të keni me marrë këtë vendim sipas jush? Unë nuk mendoj që duhet them këtë vit, për shkak se nuk jam i thari premtimeve, po besoj që deri në fund mandatit a keni me kry qerdhën ajo? Po duhet kryet ai. Do ta premtoni. Po e premtojmë se kemi edhe projekte tjera madhore që do të realizohen këtu në Antilezë. Mirë, hajde tash shikues nderuar ta shohim çka ka thonë gruaja e kryetarit para 2 vjetëve. Unë jam gruaja e Rufkiut, kam 3 fëmijë, vjerën edhe çikën e kunatit. Me Rufkin jam njoftu 97-ën, me mësit, kina dalë, kina pi kafe, jena pashtë. Jo, vëlla Rufki janë shumë i karku me punë. Jo, nuk është mësili, ki ha ushqimet shpijes ma shumë, pitët, të restoranit si preferon. Jo, dhuratat si ka shumë në qef. Jam edhe kënaqë që është kryetar që e dojnë populli. Lunë top, ping pong. Premtën e kam kështu me orar lujnë, çdo të premte me shokët. Edhe tash nuk ka kerë. E ka një kerë gjip që e kam pas të më këtë shokët. Edhe këtë e përdorin. Veç Rufkia nuk ka. Shumë i lirë, shumë i afta me popull. Pja shumë i qetë. Shumë ashtë me këpric për musafirët. Normal me punë bëndë nervoz, për në shpi s'kallzohet. Unë edhe çuditna me ta pëse shumë i qetë, shumë. Sa shumë punë ka, ama shumë i qetë ashtë. Ja, Rufkia, për na dhe vjerën e kena, vjera ashtë do ma që një shpijës të na. Rufkia për që ta dhej ka shtu asfaltët kejtë. Kanalizimin që është ma kryesorja i ka shtin. O konë komandanti i ushtrijës, ma se si u prish UÇK-ja, ki hini drejtori i shëndetësisë komunal. Por Rufkijën e dojnë shokët, populli, e kanë libë vetë, ki s'ka dasht mu kandidu, pa ato e kanë libë vetë. E këmë thonë, Rufki, hajde më të shpija, këshiri edhe fëmijët në herë, por Rufkija ma shumë për popull, punon se për shpi. E të shohim çka po të zënja Suma tash, mas 2 vjetëve.
Si u bon kryetari komunës, s'ka në rishu kur gjanë. Përveç që i kena shtru që të vorri me kupsa betoni, që 6 vite që ka hi. Tashme para është ma mirë, se ka rogën ma të mirë se në të më ka në mëngjesit se pina kur, se ki para 6 del. Drek, ki zven shpi me hangur, veç na i her na i qëtu në djele. Kryetari ka gatu kër jena konë në pushim Shqipni, që kena shku në restorant, kena hangur. Kështu jo. Pisi u bërë ufkia kryetar, janë shtru asfaltat, rrugët janë shtru me kopsat betonit, shkollat janë rejq ma mirë, edhe menoj hala se ka me punu kjo edhe 2 vjet tjera. Kena problem me uj, po e kom një shumë herë te përmenjë se kena me regullu, po pinaltet qeverisë halasën e kanë regullu. Kjo ishte që ka gruja me thonë, e tash çka keni ju me premtu për 2 vjet e ardhshme, cilat punë keni mi kry, kryetar? 2 minuta. Unë mendoj që ato punë që kanë mbetur në gjysë, duhet vazhdohet, ndër projektet prioritare që ka qenë e pa planifikuar, por që ndodhen vërshimet në lagjën e re. Tani, si që dini që 219 euro me rishikim buxheti kemi bërë vetëm këtë projekt, për shkak se është projekt ma urgjent, dhe vitin tjetër është faza e dytë, do të thonë vazhdimësia e këtij projekti që realisht vetëm kjo lagje do të na kushtoj më tepër se 400 euro, kur dihet që vetëm buxheti i komunës në tërësi për një vjet nuk është më i madh se 440.000 euro për projekte kapitale. Gjithashtu do të mundohemi që edhe projekte tjera që kanë mbetur, eventualisht disa fshatra, ose nëse të ka mbetur ndonjë rrugë në Antelezit për të shtruar me kuza betone ndonjë rrugicë, dhe ajo që është prioritar duhet të vazhdojmë aty ku kemi mbetur me çështjen e ujit dhe mbeturina, për shkak se këta janë 2 probleme kryesore që Hanelezet përballet, dhe mendojmë që derisa të realizohen këta ne nuk duhet të ndalemi. Gjithashtu edhe ata zyre që na mungojnë ende, siç është zyra e punësimit, për shkak se zyrën e pensionimit vetëm e kemi bërë, dhe zyrën për rrestimin e automjeteve do të bëjmë çmos dhe do të kërkojmë vazhdimisht deri në hapjen edhe këtyre zyreve në mënyrë që Hanelezet të kompletohet me infrastrukturë dhe me institucione që janë të domosdoshme. Pra do të punojmë gjithçka që është në interesin e popullit dhe gjithçka që na jepet mundësia. Përndryshe nuk mund të punojmë dhe nuk mund të premtojmë projekte të cilat nuk janë në mundësinë tonë dhe nuk kemi mjete buxhetore për t'i realizuar. Faleminderit zotin kryetar, faleminderit asamblejistave, drejtorave që ishin këtu prej neve, prej Hanit të Lezit deri në komunën e Ardhshme. Mirupafshim.